Mos flini në krahun e djathtë, po ju dëmton shëndetin. Prej kur keni qenë të vegjël, na kanë thënë se për të fjetur në krahun e majt, do të keni një ushtrim të presionit të anës së zemrës, por ekspertët rendisin arsyet pse të mos e bëni me këtë gjë. Një qarkullim më të mirë limfatik. Sistemi limfatik transporton më lehtë toksinat nga ato që drejtohen drejt anës së majtë të trupit. Ndryshe nga sa thuhet, është më e mirë për zemrën. Për zemrën, është më mirë të pomponi gjak përgjatë trupit kur aorta është orientuar drejt anës së majtë të trupit. Përmirëson tretjen. Nëse flini në të majtën, acidet gastrike nuk pësojnë në rikthime në ezofag pasi kjo e fundit lidhen me stomakun dhe anën e djathtë. Fjetja në të majtën përmirëson tretjen dhe shmang djegjen e stomakut. Ka veçori anatomike. Stomaku dhe pankreasi shtrihen në anën e majtë të trupit, ndërsa flem në anën e djathtë, stomaku tenton të ushtrojë tension mbi pankreas dhe pengon edhe aktivitetet. Një lehtësim për shpretkën, gjumi mund të shkaktojë edhe një ndryshim më të mirë të cilësisë tuaj në përditshmëri.